Është një ngjarje e rëndë që ka tronditur opinionin publik, është një ngjarje që na rikujton në fakt këtu në Fier, një rast të ngjashëm, por që fatmirësisht gjyqtarja i shpëtoi sulmit me armë, pra mori vetëm disa lëndime. Çfarë ndodhi? Pra, a u rrit siguria në gjykatën e Fierit dhe mund të themi ne sot se duke pasur le të themi një mësim nga e kaluara, sot gjykata e Fierit sa i takon pjesës së sigurisë dhe detektorëve të pajisjeve metalike ka një standard më ndryshe apo ka një kontroll më të rrept? E para njerë unë i shpreh ngushëllimet familjarëve të gjyqtarit që humbi jetën në gjykatën e apelit. Është një rast pa precedent, nuk duhet ishte marrë kjo lloj mase nga atentatorët në asnjë lloj rrethane. Kurse për sa i përket pyetjes tuaja nderuar, vërtet kemi të bëjmë me një ngjarje të parë që ka ndodhur në gjyqësor në gjykatën e Fierit, ku gjyqtarja Irena Maneku është qelluar me armë brenda sallës gjyqit dhe ka qenë rasti i parë. Dhe mbas këtij rasti institucionet kanë marrë masa, jo vetëm në gjykatën e Fierit, por gjithandej, pra duke u vendosur një punonjës policie në hyrje me pajisje elektronike metal kërkues dhe deri diku në gjykatën e Fierit kjo realizohet, por është një masë që nuk garanton siguri në sallat e gjyqeve, sepse nuk është problemi vetëm i gjykatës. Në qëndrimin tim duhet të merren masa në të gjitha institucionet e drejtësisë, si në prokurori, ashtu dhe në gjykatë. Dhe në të gjithë Bashkimin Evropian dhe në vendet e zhvilluara duhet ketë punonjë sigurie edhe në sallat e gjykimit, qofshin penale, qofshin civile. Sepse në përgjithësi në proceset penale, duke pasur parasysh që zakonisht ka punonjës të shtuar të policisë, por jo që punojnë në gjykatë, thjesht sepse vinë shoqërojnë të pandeurit që janë me masa sigurie ose që janë në burg apo situatat e kësaj lloji natyre, dhe në një farë mënyre tek proceset penale gjyqtarët dhe prokurorët deri diku ndihen të sigurt për shkak të prezencës policisë shtetit për këtë lloj arsye. Por ndaj qëndrimin që kjo situatë, pra siguria, duhet jetë e garantuar si në proceset civile, si në proceset penale. Pra, duhet kemi shtim të numrit të oficerëve të policisë në gjykata, jo vetëm në hyrje, pra tek momenti fillestar i kontrollit të personave që futen, që kanë akses në gjykatë, qofshin avokat, palë apo persona të tjerë, ekspertë dhe kështu me radhë, por edhe në prokurori, sepse edhe prokurorët, magjistratët prokuror, janë të cënuar në qoftë se dikush do të marrë një masë ekstreme, siç rasti konkret i Kalas apo i Irena Manekut që ka ndodhur shumë kohë më parë në gjykatën e Fierit. Pra, ndaj qëndrimi që nuk është në nivelin e dur siguria për të ndjerë magjistratët e sigurt si në procesin civil, si në procesin penal. Pra, duhet të shtohen masat e sigurisë. Janë aktor të procesit. Ka pas dhe raste që janë goditur, janë rrahur avokatët nga palët kundërshtare, qoftë në dyert e gjykatave, ndoshta në sallë jo, sepse ka siguri në sallë deri diku nga drejtimi i gjykatës, por në dyert e gjykatave po. Pra në ambientet e gjykatave ka shumë avokat të dhunuar nga palët kundërshtare. Dhe duke pasur parasysh që procesi pa avokatin nuk kryhet dhe avokati është aktor në këtë proces, si në procesin penal, si administrativ, si civil, duhet ketë të njëjtën siguri dhe garanci që ka gjyqtari dhe prokurori. Rikthehemi tek mjediset dhe mbi ngarkesa. Pra, nga njëra anë ka mbi ngarkesë për shkak të reformës që u bë gjyqësorit, bashkimi i gjykatave me Lushnjën. Doja të ndalesha. Hyn kjo te pjesa e sigurisë, pra po hyn te pjesa e sigurisë. Një nga elementet që përfshihet në elementin e sigurisë është hapësira e nevojshme në një sallë gjyqi. Për shembull, nëse largësia midis palëve, pra e trupës gjykuese nga palët, do të ishte brenda standardeve, për shembull, po ju marr shembull ish gjykatën e apelit Vlorë. Në qoftë se do futeni në sallat e ish gjykatës së apelit Vlorë, trupi gjykues është shumë larg nga palët dhe palët janë dhe vetë larg nga njëri tjetri. Si e kemi Fier? Sepse këtu kemi ca salla 3x3, 9 metra katror apo pak më të mëdha, se varet ku gjykojmë, ku unë mbrojtësi jam këtu, të pandeurin e kam këtu,
dhe prokurorin e kam 1,5 metra apo 2 metra larg, gjyqtarin e kam 2 metra larg. Pra dhe infrastruktura, salla e gjyqit, pra diametrat e sallës gjyqit kanë standarde. Shto pastaj dhe faktin që në gjykatën e Fierit, meqense po flasim më shumë për gjykatën e Fierit, por dhe në shumë gjykata të tjera nuk kanë salla. Pra, në gjykatën e Fierit kemi vetëm 2 salla penale. Sallat penale duhet të garantojnë shumë element sigurie. E para, duhet të kenë kafazin, apo xhamin e blinduar ku duhet i ndaluari, i pandeuri apo i arrestuari. Largësinë e prokurorit nga i pandeuri dhe nga avokati. Largësinë e palëve nga trupi gjykues. Dhe pastaj elementin e sigurisë të një punojësi policia apo 2 apo sa do ta çmojnë të arsyeshëm sipas standardeve. Sepse sulmi mund të jetë. Pra dhe infrastruktura ka të bëjë me elementet e sigurisë. Dhe ne kemi thënë dhe më përpara që në Fier, pra në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm Fier, me hartën e re gjyqësore, me bashkimin e gjykatës Lushnjës, lind nevoja imediate për bërjen e një godine të re. Godin me standarde, ku gjyqtarët duhet të kenë salla dhe infrastrukturë të saktë, mbas sallës duhet të kenë dhomë këshillimi, nuk kanë dhomë këshillimi. Gjyqtarët dalin nga salla, kalojnë para palëve, shkojnë në zyrën e tyre për të marrë vendim dhe kthehen. Nuk funksionon kështu. Ligji ka parashikuar dhomë këshillimi. Pra, mbas podiumit apo vendit ku ata gjykojnë, duhet të ketë dhomë këshillimi. Dhe minimalisht kur struktura e gjykatës Fierit është me 21 gjyqtar, minimumi duhet të ketë 5 deri në 7 salla penale dhe 5 ose 7 salla civile, ku gjyqtarët mos të presin njëri tjetrin se del një element tjetër që ne e vuajmë, pra vonesa. Nëse një proces është në orën 1, jo për fajt të gjyqtarit, për një vonesë, për zgjatje të atit procesi pasardhës postohet dhe kështu me radhë. Ai që e ka gjyqin në orën 1 futet në proces në orën 2, 3 apo 4. Dhe akoma dhe më keq, gjykata e Fierit nuk ka as ambient për të ndendur avokatët dhe palët. Rinë në portën e gjykatës ku shpesh herë për shkak të sigurisë policia i nxjerr jashtë që fut pandeurit dhe i fut pra brenda. Pra, s'ka salla, s'ka ambient e qëndrimi, sallat nuk janë në dimensionet e parametrave të Bashkimit Evropian për të krijuar garanci dhe akoma më keq nuk ka as garanci punonjë sigurie te proceset civile dhe te proceset penale. Dhe prokuroria e Fierit e ka këtë problem të paktën për mbikëqyrje dhe kontroll të shtuar, sepse kemi një rast të paprecedent që nuk duhet përsëritet më. Dhe shteti dhe institucionet duhet të marrin masa imediate për këtë pjesë.